Vezët kurojnë në këto sëmundje që prekin mosha mbi 40 vjeç, por ja kur duhet i konsumoni ato. Vezët janë një nga ushqimet më të mira për të përfshirë në dietën tuaj. Ato janë ndër produktet që mbartin vlerat jashtëzakonshme ushqyese, renditur në listën e 10 super ushqimeve që nuk duhet të mungojnë në kurrë në dietën tuaj, dhe nuk ka mëngjes më të këndshëm se vezët, sidomos edhe nëse janë të zjera. Por a e keni pyetur ndonjëherë cilat janë përfitimet e vezës, cila vezë është më e mira për ju dhe sa duhet të konsumoni gjatë një dite? Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Sipas Eating Well do të rendisim disa nga përfitimet dhe benefitet kryesore të konsumit të këtij ushqimi. Lëkura juaj do të jetë më e bukur. Vezët janë të pasur me vitaminën B, proteinë, lektin dhe squfur, të cilat janë të rëndësishme për lëkurën e bukur, plot me shkëlqim. Fuqia e trurit tuaj do të përmirësohet. Lektina dhe kolina që përmbajnë vezët lejojnë trurin të punojë në mënyrë më efektive dhe të ketë një kujtesë më të mirë. Do ta keni më të lehtë të humbisni në peshë. Hormoni i lëshuar tek veza forcon efektin e insulinës në indin dhjamor. Në këtë mënyrë metabolizmi aktivizon më shumë dhe yndyrnat shpërbëhen më lehtë. Ju mund të ndërtoni më lehtë gjithashtu edhe masën tuaj muskulare. Asnjë ushqim tjetër nuk përmban proteine kaq cilësore si veza. Trupi juaj mund të përdorë 98% të proteinave që përmban veza në ndërtimin e muskujve në mënyrë më të rregullt. Sistemi juaj hormonal do të ekuilibrohet me konsumin e këtij ushqimi. Vezët përmbajnë kolesterol të vlefshëm, i cili është një pararendës i hormoneve të ndryshme si estrogeni dhe testosteroni, element këto të cilët do t'japin rezultate fantastike për organizmin tuaj. Rezulton se 1 deri në 3 vezë në ditë është doza optimale ditore. Akoma më mirë nëse këto vezë janë me omega-3, e cila konsiderohet sot në botë si super veza e shëndetit të mirë. Vezët me omega-3 konsiderohen vezë që mbrojnë zemrën dhe ushqejnë trurin. Në këtë video do të gjeni të listuar sipas Eating Well të mirat që vijnë në organizëm dhe në shëndet nga konsumi i 1 deri në 2 vezëve çdo ditë. Truri do të gjendet në mbrojtjen e kolinës. Është të provuar se kolina, kjo vitaminë e veçantë, është minerali më i rëndësishëm ndërtimor i trurit. Nëse hani 2 vezë në ditë, trupi juaj merr mjaftueshëm nga kjo lëndë ushqyese. Mungesa e kolinës do të çojë në rënje të kujtesës. Shikimi juaj do të ruhet falë luteinës. Vezët e pulave janë të pasura me lutein. Kjo substancë është përgjegjëse për shikimin e qartë dhe të mprehtë. Me mungesën e tij, indet e syrit dëmtohen dhe shikimi përkeçësohet në mënyrë të pakthyeshme. Përfshirja e vezëve në dietën tuaj do t'japë rezultate fantastike në këtë drejtim edhe në mbrojtjen e shikimit tuaj, citojnë ekspertët. Vitamina D ndihmon gjithashtu në absorbimin më të mirë të kalciumit në organizëm. Nëse i ofroni një personi që të zgjedh, nëse do të pijë një gotë me vaj peshku ose të konsumojë vezë të zjera, gjasat janë të preferojë këtë të fundit, sidoqoftë nëse zbulon se përmbajtja e vitaminës D është e njëjtë në të dyja rastet. Përfshirja e vezëve në dietën tuaj do t'japë rezultate fantastike në rritjen e vlerave të trupit dhe parandalimin e komplikacioneve të tyre. Gjithashtu, për më tepër shkencëtarët kanë gjetur një mënyrë për të rritur sasinë e vitaminës D tek vezët, duke i ushqyer pulat në mënyrë të veçantë. Vitamina D që gjendet te veza ndihmon kalciumin për të absorbuar më mirë, për të pasur gjithashtu edhe kocka më të forta dhe një shëndet më të mirë mbrojtës të organizmit tuaj, citojnë ekspertët. Vitamina B e mban lëkurën, flokun dhe mëlçin më të shëndetshme. Biotina ose edhe gjithashtu vitamina B12 është proteina e tretshme e ushqyes që kontribon gjithashtu edhe në një organizëm më të fortë edhe një shëndet më të mirë, sidomos të flokut dhe të lëkurës tuaj, citojnë ekspertët. Elementet që përmban veza, sidomos promovojnë eliminimin e toksinave nga mëlçia dhe japin rezultate fantastike në këtë drejtim. Sigurohuni t'i përfshini vezët në dietën tuaj duke ditur edhe rëndësinë e lartë ushqyese që ato do t'japin për organizmin tuaj. Duke konsumuar vezë, do ta keni më të lehtë edhe të humbisni kilogramat e tepërt trupor. Shkencëtarët dolën në përfundimin se nëse kombinoni një ushqim me pak kalori me vezë për mëngjes, do ta keni 2 herë më të lehtë të humbisni peshë në mënyrë të rregullt. Një mëngjes i tillë do ju ngopë më shpejt dhe gjithashtu brenda disa ditëve do t'japë rezultate fantastike në rritjen e vlerave të trupit dhe sigurisht edhe në mirëqenien tuaj të përgjithshme.
Procesi i plakjes do të ngadalësohet me konsumin e vezëve në mënyrë të rregullt. Kjo është e dukshme nga ulëntimi kryer nga shkencëtarët holandezë. Në 87% të grave nga 30 deri në 40 vjeç, njollat e moshës u zhdukën ndjeshëm dhe lëkura u pastrua. Kjo falem elementeve ushqyes që vezët i përmbajnë. Sigurohuni të përfshini vezën në dietën tuaj gjithmonë duke i konsumuar me kujdes për të marrë edhe përfitimet e tyre për të rritur organizmin. Vezët për një mendje më të mprehtë. Vezët përmbajnë gjithashtu vitaminën D, e cila mirëmban shëndetin e trurit dhe konsumi i qelizave do të jetë më i lartë. Për më tepër vezët përmbajnë gjithashtu edhe kolin, një vitaminë e veçantë për shëndetin e trurit. Nëse hani 2 vezë në ditë, trupi juaj merr mjaftueshëm nga këto lëndë ushqyese, të cilat mund të ofrojnë edhe një mbrojtje më të mirë për mendjen e mprehtë. Sigurohuni t'i keni vezët pjesë të dietave tuaja. Kështu do të arrini të keni rezultate fantastike në mbrojtjen e organizmit dhe parandalimin e komplikacioneve të tyre. Vezët e zira janë një mburojë shumë e mirë edhe për shëndetin tuaj të syve. Ekspertët i cilësojnë vezët e zira si një nga alternativat më të çmuara për t'i ofruar shëndetit tuaj të syve. Kjo fal elementit ushqyes siç është vitamina D, vitamina A dhe beta-karoten që gjenden me shumicë tek veza. Në këtë mënyrë do ta keni më të lehtë të ndërmerrni edhe përfitime më të mira për shëndetin tuaj të syve. Vezët të ngopin më shpejt dhe gjithashtu mund t'ju ndihmojnë të mbani peshën tuaj trupore më nën kontroll. Njerëzit që hanë vezë në mëngjes ndjehen më të ngopur gjatë gjithë ditës, por llogaritje shkencore tregojnë se personat të cilët hanë vezë në mëngjes marrin rreth 130 kalori më pak në drekë. Vezët janë të mira gjithashtu edhe për shëndetin tuaj të zemrës. Njerëzit të cilët hanë rregullisht vezë janë më pak të rrezikuar nga sëmundjet e zemrës. Ata që vuajnë nga diabeti tipi 2 kanë një zemër të shëndetshme fal një regjimi ushqimor ku përfshihen edhe vezët. Studimet konfirmojnë se njerëzit që hanë vezë çdo ditë të javës janë më pak të rrezikuar nga sëmundjet e zemrës, citon Eating Well. Vezët ulin gjasat e shfaqjes së ishemisë. Studimet sugjerojnë se një vezë në ditë ul rrezikun e ishemisë. Sipas një studimi të cilit i referuemi sipas Eating Well, njerëzit që hanë një vezë në ditë janë në 30% më pak të rrezikuar nga humbja e idës në mënyrë të parakohshme si pasojë e ishemisë. Vezët ndihmojnë gjithashtu edhe në uljen e nivelit të triglicerideve. Niveli i triglicerideve duhet të jetë i ulët për një shëndet të mirë. Vezët, veçanërisht ato të pasur me acide yndyrore omega 3, duket se kanë aftësinë të ulin nivelin e triglicerideve. Vezët janë të pasur me ushqyes shumë të rëndësishëm për organizmin. Një vezë vetëm ofron proteinë cilësore, por edhe vitamina dhe minerale të dobishme ku përfshihet seleniumi, fosfori, vitamina B12 dhe antioksidantët, të cilët i mbajnë qelizat edhe më të shëndetshme. Vezët do të ofrojnë proteina cilësore. Të plota, një vezë përmban 9 aminoacide thelbësore që përbëjnë shtyllën kryesore të proteinës. Këto aminoacide nuk prodhohen dot nga trupi. Vezët përmbajnë 6 gram proteinë dhe gjysma e saj gjendet te e bardha e vezës. Sigurisht, përfshirja e vezëve në dietën tuaj do t'japë rezultate fantastike edhe në rritjen e vlerave të trupit. Të verdhat e vezëve janë një burim i lëndëve ushqyese të rëndësishme, siç janë vitamina B12 dhe vitamina D, si dhe kolina, të cilat ndihmojnë trupin tuaj të shndrojë ushqimin në energji. Kombinimi i proteinave dhe yndyrnave të shëndetshme që gjenden te veza ju bëjnë që të jeni më të ngopur për më gjatë. Flokët dhe lëkura juaj do të përfitojnë nga konsumi i vezëve. Vezët janë të pasur me vitamina B, të tilla si B2, B5, B12, të cilat njihen për efektet e tyre pozitive për shëndetin e lëkurës dhe të flokut. Këto vitamina janë të tretshme në ujë dhe nuk ruhen mirë në trup, kështu që ngrënia e vezëve rregullisht ndihmon që të përmbushni nevojat tuaja të përditshme për këto vitamina. Antioksidantët e veza janë të mirë gjithashtu edhe në shëndetin tuaj të trurit. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë tuaj.